Kanë mjaftuar 30 minuta rreshje shiu që rrugë dhe lagje të shumta të qytetit të Lezhës të përmbyten. Qytetarët kanë pasur vështirësi kalimi në rrugët kryesore dhe në lagje për shkak të nivelit të lartë të ujit. Në kushte të tilla, qytetarët të Lezhës i gjejnë si zgjidhje të vetme zbathjen për të kaluar nga pallatet e drejt destinacionit të tyre. Shkak për këtë situatë është bërë mos funksionimi i kolektorëve, të cilët nuk shkarkohen në lumin Drin pasi niveli i tij është rritur ndjeshëm. Megjithse këto situata janë të përvitshme, reagimi ka qenë mjaft i vogël duke bërë që vështirësitë e qytetarëve të vinë duke u rritur me fillimin e rreshjeve të shiut. Për shkak të bllokimit të disa rrugëve në brendësi të lagjeve si pasojë e përmbytjeve të tyre nga shiu, është vështirësuar edhe qarkullimi i mjeteve duke krijuar trafik të rënduar në bulevardin Gjergj Fishta. Rreshjet e shiut në Lezhë kanë nisur mëngjesin e sotëm dhe kanë patur intensitet të lartë, por Bashkia e Lezhës ka vepruar shumë pak për të normalizuar situatën e krijuar.